Vizita në Washington për mbledhjen inauguruese të Bordit të Paqes ishte padyshim momenti më i veçantë i kësaj jave. Shqipëria ul me krenari në një tryezë ku po hapet një kapitull i ri në arkitekturën globale si antare themeluese e Bordit të Paqes. Më vjen mirë natyrisht për jehonën e fjalës që mbajta në emër të Shqipërisë, ku konfirmova dhe pjesëmarrjen e vendit tonë në forcën ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza, po mbi të gjitha përcolla botërisht shqetësimin tonë kombëtar për maskaradën e pabesueshme të drejtësisë ndërkombëtare në Hag ndaj Hashim Thaqit dhe çlirimtarëve të Kosovës. Kam besim se niveli i ri i sensibilizimit lidhur me atë gjykatë deri më sot pas një standard demokratik ku akuza dështoi me turp të provonte se UÇK-ja ishte një sipërmarrje kriminale dhe u lëshua në fund e dëshpëruar me kërkesën mizore për 45 vjet burg për Hashim Thaqin dhe 3 udhëheqësit e tjerë të luftës shqiptare, do të ndikojë në përgjegjshmërinë e trupës gjykuese, e cila duhet zgjedh mes drejtësisë për Kosovën dhe turpit të njollosësve të Kosovës, pavarësisë së çlirimtarëve dhe poshtërsisë së përndjekësve të tyre, dinjitetit të një gjykate dhe vetëpërdosjes së saj përfundimtare. Draft rezoluta e publikuar nga Parlamenti Evropian për vendin tonë është një vlerësim i qartë për progresin e Shqipërisë. Ai dokument vlerëson hapjen e të gjithë grup kapitujve brenda 13 muajve, gjë që përbën një rekord në historinë e integrimeve evropiane dhe në ndërkohë theksohet ritmi i shpejtë dhe domethënës në procesin e negociatave me nënvizimin rreth ambicjes sonë që negociatat të mbyllen brenda vitit 2027, duke evidentuar progresin në forcimin e institucioneve demokratike, shtetin e së drejtës, reformën socioekonomike, politikat mjedisore, bashkëpunimin rajonal dhe përputhshmërinë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Kjo draft rezoluti është një tjetër sinjal shumë i rëndësishëm për publikun tonë. Shqipëria po ecën me ritëm, me qëndrueshmëri dhe me qartësi strategjike në drejtimin e duhur. Të njëjtën gjë konfirmuan takimet që delegacioni pluralist i Parlamentit Evropian zhvilloi në Tiranë gjatë kësaj jave. Rreth 720 efektiv të policisë shtetit, ata që shërbejnë në vijën e parë të përballjes me rrezikun më të lartë, do të përfitojnë rritjet më tejshme pagë. Forcat RENEA, forcat kombëtare të sigurisë dhe forcat e posaçme operacionale do të mbështeten ende më shumë për punën sfiduese dhe të vyer që bëjnë në shërbim të komuniteteve, në shërbim të atëdheut tonë përbashkët. Një inspektor në RENEA do të paguhet tani më afro 1.600 euro, ndërsa një drejtues në këtë strukturë do të arrijë në afro 2.300 euro. Për forcat operacionale, paga e inspektorit do të shkojë rreth 1.200 euro, ndërsa për një kryekomisar mes 1.600 dhe 1.700 euro. Bashkë me investime serioze në teknologji, trajnim dhe pajisje, kjo rritje është një pjesë tjetër e qasjes konstante për forcimin e rendit dhe vendosjen e një raporti sa më drejt mes kërkesës për rezultate dhe vlerësimit sa më të përshtatshëm të këtyre rezultateve. Këtë javë është kryer edhe një transferim i rëndësishëm financiar që lidhet drejt për drejt me të ardhmen e sistemit pensioneve dhe me çka jemi zotuar për gjyshet dhe gjyshrit e kësaj republike. Sikundër e kishim paremëruar, fondet e kursyera buxhetore të vitit 2025 do të depozitoheshin në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë, gjë që sapo është bërë në një shumë prej 167 milion euro. Transferimi i këtyre 167 milion euro në këtë fond e rrit kapacitetin e sistemit për të përballuar qoftë ato që janë zotime të marra gërm për gërm dhe shifër për shifër, muaj për muaj e vit për vit ndaj pensionistëve, por edhe detyrimet afatgjata, duke garantuar kështu rritjen e premtuar të pagave mujore për pensionistët si dhe qëndrueshmërinë e sistemit.